Sot do flasim për një temë shumë të rëndësishme, që çfarë janë shtëpitë zodiakale? Si ndikojnë ato? Si dhe interpretimin e tyre? Dhe të dini, në çdo shtëpi si ndahen shtëpitë në 12 shenja. Çfarë ndikojnë këto? Si dhe çështjet madhore në kohën e dur, që të dini dhe juve ku ndodhet Afrodita, planeti i fatit dhe i ekonomisë, i paras, i dashurisë. Jupiteri, planeti i fatit dhe i zgjerimit, i mundësive të mëdha. Të dini si mundet që në çështje pune, ose në shanse që juve ju jepen në atë kohën e dur, momentin e dur, mund shikoni ku i keni planetet dhe në çfarë shtëpie. Dhe ka të bëjnë shumë në këtë drejtim. Në astrologji ka një rregull të rrept, sepse shumë njerëz nuk e dinë ose e flasin kështu për të kaluar kohën. Por astrologjia nuk është kalim kohe. Është lexim, përkushtim dhe në fund gjithçka, nëse kemi këto, mësojmë astrologjia dhe jemi të gatshëm të përgjigjemi gjithçkaje. Në vështirësitë që janë, ne e bëjmë të lehtë. Sepse astrologjia është ajo që na bën të lehtë dhe vështirësitë që na kanosen gjatë gjithë kohës. Pra, shtëpia tregon vendin në lidhje me ku thuhet shtëpia astrologjike, kurse shenja tregon rrugën. Shenja në shtëpi tregon energjinë, kurse mënyrën se si ndikon energjia e tregon shenja. Është diçka ku disa njerëz të lindur në shtëpi të ndryshme, në shenja të ndryshme, ka të bëjë Jupiteri ose Afrodita në planetet të ndryshme. Kjo varet nga harta astrologjike ku i keni planetet, por në shumë raste janë disa që janë me fat, me shumë fat, që kanë para, lindin nga prindër dhe që janë të pasur, kanë pasuri, nuk e kanë dhe problem, por dhe juve që lindin nuk ka shumë mundur që gjithë të jenë milionera, por si ne mundemi që në një kohë të caktuar ta realizojmë. Të gjithë na ka ndodhur, që lodhemi shumë edhe nuk fitojmë. Në një moment caktuar na vjen, kemi një dyqan hapur, ke një dyqan tjetër ngjitur dhe shikon që ai dyqan ka shumë punë. Por ky dyqan që nuk ecën. Jo se nuk ecën, por ka momente që ecën. Çfarë do të bëjmë? Mund ta ndryshojmë. Që të jetë tamam si puna e tij. Sepse ai kur në kohën që është hapur ai dyqan, ka qenë ndikimi planetar pozitiv, ka qenë ideal. Pra, ja pra sa çfarë roli ruan dhe jo vetëm që kur diçka neve shikojmë që ku ndodhen planetet në shenjën tonë, dhe kohën neve kur do të hapim një biznes, është gjë e madhe. Pra ne themi gjithmonë dhe gjyshit dhe stërgjyshit tanë, e shikonin me hënë, shikonin me kohë, shikonin me muaj dhe me hënë të thyer apo në të rirë. Pra janë disa gjëra që realizohen në këtë drejtim. Në rastin konkret, duket se kanë ndikime shumë të mëdha në fusha të ndryshme. Por çfarë janë shtëpitë zodiakale? Zodiaku është ndarë në 12 pjesë, pra 12 shenja, që shprehin mundësinë dhe rëndësinë tonë. Shtëpitë në hartën tonë astrologjike vijnë nga kombinimi i shenjës sonë zodiakut në kombinim horoskopit tonë, duke filluar nga shtëpia jonë e parë,